Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrin, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Opozita proteston para kryeministrisë, kërkohet dorëheqja e Ramës, qeveri teknike dhe zgjedhje të parakohshme. Mira forca policore në gatishmëri. Dalin detaje të reja nga dosja e Agjencisë së Informacionit, publikohen fotot që sipas PAK tregojnë rrëmbimin e një biznesmeni për tenderat. Lodian Braho merr detyrën, premton të vijojë punën e paraardhësve të tij në luftën kundër korrupsionit dhe të ruajë pavarësinë e prokurorisë së posaçme. Kryeministri Rama bisedon me fermerët dhe deklaron bujqësia grup kapitulli më i vështirë për anëtarësimin, tregu evropian kërkon produkte me cilësi të lartë. Dënohen disa polic bashkiak dhe efektiv të rrugores në qytetin e Vlorës, u goditën nga kolegu i tyre gjatë aksionit për heqjen e një tende pa leje. Vjojmë të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Partia Demokratike dhe aleatët e saj po zhvillojnë protestën kombëtare para kryeministrisë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Fjalën kryesore pati lideri i opozitës Berisha, i cili kërkoi dorëheqjen e kryeministrit Rama dhe rrëzimin e qeverisë më të korruptuar sipas tij. Protestës së opozitës u bashkua edhe ish-deputeti Ervin Saliani, i cili deklaroi se askush nuk e përjashton dot nga Partia Demokratike dhe se radhën për përjashtim e ka vetëm Edi Rama. Për të shmangur incidentet, policia ka marrë një sër masash duke bllokuar disa akse rrugore, ndërsa kryeministria ka hequr edhe pemën e vitit të ri. Partia Demokratike kërkoi sot mbledhjen me urgjencë të Këshillit të Mandateve dhe Imunitetit për çështjen Balluku. 5 anëtar të opozitës kanë firmosur shkresën dhe sipas Partisë Demokratike, kryetari i kuvendit është i detyruar të zbatojë rregulloren. Edhe pse Partia Socialiste më herët është shprehur se Këshilli i Mandateve do të mblidhet pas fjalës së gjykatës kushtetuese për çështjen e Belinda Ballukut, opozita nuk dorëzohet. Në kuvend, anëtarësia demokrate kanë depozituar kërkesën për mbledhje urgjente ditën e martë, me pretendimin se zvarritja e një vendimi nga kuvendi do të cënonte lirinë e hetimeve ndaj numrit 2 të qeverisë. Thirrja e mbledhjes së Këshillit me kërkesë të 1/2 së anëtarëve është e detyrueshme sipas rregullores, sepse Këshilli thërret në 2 forma sipas pikës 6 të nenit 13 të rregullores së kuvendit. 1. Me kërkesë të kryetarit të kuvendit. 2. Me kërkesë të 1/2 së anëtarëve të Këshillit. Nëse thërritet nga 1/2 të anëtarëve të Këshillit, kryetari i kuvendit ka detyrimin të njoftojë rendin e ditës për anëtarët e tjerë dhe palët që mund të jenë thirrur në proces. Për këtë arsye, përmbushni detyrimin tuaj ligjor dhe mos u bëni pengesë për drejtësinë. Kërkesa në kuvend vjen me firmën e 5 anëtarëve demokrat, por çdo vendim mbetet në dorën e kryeparlamentarit Niko Peleshi, i cili thërret mbledhjen dhe rendin e ditës. Megjithatë, të dielën kryeministri Edi Rama u shpreh se mbledhja e Këshillit rregullores, mandatit dhe imunitetit për numrin 2 të qeverisë Ballukun do të realizohet pas vendimit të gjykatës më të lartë të vendit, e cila do zhvillojë seancën publike më 22 janar. Biznesmeni Geron Dmeçe, sipas prokurorisë së posaçme, është rrëmbyer në muajin gusht të këtij viti për ta detyruar të tërhiqte ankimimin e bërë në tenderat në Agjencinë e Informacionit. Fotografitë e bëra publike tregojnë se ai është marrë peng nga persona që mbajnë veshje me mbishkrimin Policia. Këto janë fotografitë e momentit të rrëmbimit të biznesmenit Geron Dmeçe, që sipas prokurorisë së posaçme u mor peng me urdhër të Ergyusagasit, pasi nuk po tërhiqej nga ankimimi që kishte bërë për tenderat në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Nga dosja hetimore, SPAK pretendon se ky është momenti që tregon se në 12 gusht të këtij viti në orën 10:41, në një automjet Range Rover të zi futet një person i ngjashëm me Geron Dmeçen. Personat që SPAK thot se do ta rrëmbenin sipërmarrësin mbajnë të veshur uniformën e policisë, të agjentëve të Byros Kombëtare të Hetimit, si dhe kanë vendosur maska. Ata janë afruar Meçes nën këtë cilësi, diçka që vetë sipërmarrësi e ka rrëfyer në prokurorinë e posaçme me datë 22 shtator. Jemi SPAK-u, duhet të vish me ne, hyr në makinë. Ka dëgjuar që shoferi i cili ishte me maskë i flet personit të parë duke kërkuar që të merrte 2 çantat e Gerondit nga bagazhi i makinës. Ky merr çantat e i fut në makinë. Pasi futen brenda, deklaruesi i ka pyetur: "Keni ndonjë letër? Ju lutem, ma jepni." Personi i parë që ishte në vendin e pasagerit para i thot: "Je arrestuar." Dhe i thot personit të dytë në të djathën e Gerondit t'i vër prangat.
Në momenti që po vinin prangat, deklaruesi u thot: "O çuna, unë nuk jam kriminal." Personi i dytë i thot: "Ça the ti, ça the? Kush është kriminal?" Ndërkohë që shoferi u thot: "Vërini kapuçin." Për organin e akuzës, Geron Dmeçe ka deklaruar se është kërcënuar me armë në kokë për t'u tërhequr nga ankimimi në gjykatën administrative. Personi i parë, pasagjeri i parë, ai ka kërkuar paswordin e telefonit. Gerondi i thot që do t'ja jap në komisariat. Personi i tretë filloi të ushtronte forcë te pranga duke i shtrënguar pas refuzimit për t'i dhënë paswordin. Ata thanë: "Ta tregojmë ne, e dim ne çfarë je ti, hajdut je ti." Personi i parë thot: "Po të kërkojmë të bashkëpunosh, jo si me paswordin, sepse në të kundërt ke plumbi në kokë." Spak thot se përpara se ta linin të lirë, biznesmeni u kërcënua se do të humbte anëtarët e familjes. Gjatë rrugës kanë përdorur sirenën e policisë për të parakaluar. Në momentin që po e linin, shoferi i thot: "Nuk dua probleme nga ti, nuk dua denoncime nga ti, në të kundërt do të vrasim ty. Grua, motër, nën, se bab nuk ke ti." Dyshimet janë që të dy biznesmenet e shpallur në kërkim disa ditë më parë, Ergyes Agasi dhe Ermal Beqiri, kanë vepruar si grup i strukturuar kriminal. Në dosjen hetimore, prokuroria e posaçme thot se Ergyes Agasi ka zhvilluar disa takime me drejtoreshën e Akshit, Mirlinda Karçanaj. Ata duken në një ambient të mbyllur, të fiksuar nga një kamerë fshehtë, që sipas hetimeve e kishte vendosur vetë Ergyes Agasi. Në një nga bisedat që ai zhvillon së bashku me biznesmenin tjetër Ermal Beqiri, Agasi i thot se projekti bën 2 milion dhe ne do ta bëjmë 4. Kjo nënkupton sipas Spak se bisedat i referoheshin fryrjes së kostove në procedurat e tenderimit. Nga kjo e hënë, Klodian Braho është drejtuesi i ri i prokurorisë së posaçme. Ai mori stafetën nga Eltin Dumani duke premtuar se Spak do të mbetet i pavarur dhe nuk do të bëjë kompromis në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Klodian Braho mori zyrtarisht detyrën e krye prokurorit të Spak. Stafetën ja dorëzoi Altin Dumani, 3 vjeçarit të cilit u përmbyll këtë të hënë. Ai uroi pasardhësin, ndërsa nënvizoi se besimi i shqiptarëve ka qenë forca e ekipit që ai drejtoi që në 2022-shin. Këto arritje janë rezultati i punës së palodhur të gjithëve. Dua të shpreh mirënjohjen time partnerëve tanë ndërkombëtar, të cilët kanë qenë krahanesh në çdo etapë. I uroj shumë suksese zotit Braho në detyrën e re dhe kam bindjen se ai do të mbështetet në mbi trashëgiminë 6 vjeçare duke e çuar përpara misionin e Spakut me integritet dhe vendosmëri. Gjatë prezantimit të tij në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, Klodian Braho shpreh se do ta përqendrojë hetimin te lufta ndaj korrupsionit. Në ushtrimin e kësaj detyre, fokusi im, siç edhe kam përmendur para Këshillit të Lartë të Prokurorisë, do të mbetet forcimi i funksionimit të brendshëm, respektimi rigoroz i standardeve ligjore dhe garantimi i pavarësisë së prokurorëve të posaçëm në ushtrimin e detyrës. Biroja Kombëtare e Hetimit dhe sektori i hetimit financiar janë shtylla të rëndësishme të Spakut. Bashkëpunimi i ngushtë dhe i bazuar në besimin reciprok mes prokurorëve dhe hetuesve do të vijojë të forcohet, duke synuar hetime më cilësore dhe rezultate konkrete. Institucioni do të vazhdojë të komunikojë në mënyrë të qartë me media dhe publikun, duke respektuar kornizën ligjore. Klodian Braho do ta udhëheq prokurorinë speciale deri në vitin 2029, moment që shënon edhe mbylljen e mandatit të tij si përfaqësues i organit të posaçëm të akuzës. Braho bën pjesë në 8 prokurorët e parë që janë emëruar nga presidenti. Gjatë këtyre viteve, ai ka patur në duar dosje të korrupsionit, si inceneratori i Elbasanit, dosja 5D, Gërdeci, gjykimi për të cilin vazhdon, dhe dosjen Toyota Yaris me të pandehur krye prokurorin e Vlorës, Aurel Zarka. I ndërgjegjshëm për gjendjen e bujqësisë, kryeministri Edi Rama tha se grup kapitulli që lidhet me këtë sektor është më i vështiri. Shefi i qeverisë e vuri theksin tek cilësia e prodhimeve që kërkon tregu i Bashkimit Evropian. Rama premtoi rritjen e mbështetjes financiare për fermerët me qëllim afrimin e sektorit me standardet e vendeve të Unionit. Përmbushja e standardeve europiane sa i përket fushës së bujqësisë është më sfiduesja sipas kryeministrit Edi Rama. Gjatë një takimi me fermerët pas çeljes së grup kapitujve, kreu i qeverisë theksoi se të dyja palët, si qeveria ashtu dhe prodhuesit, duhet të jenë të përgatitur për tregun e vështirë. Pjesa e kontratës që lidhet me bujqësinë është më e vështira, siç ka treguar në eksperjenca e vendeve të tjera, ashtu sikundër është dhe më e mirëpritura për ata që janë të përgatitur për të përballur me kushtet, për të përballur me standardet, për të përballur me kontrollet që burojnë nga cilësia shumë e lartë e sigurisë
Gjatë fjalës së tij, shefi i ekzekutivit theksoi se detyrat e shtëpisë për të bërë pjesë e unionit nuk janë vetëm në parim, por ato duhet të zbatohen. Për fermerët është një kontratë që kërkon standarde dhe cilësi, kërkon teknologji dhe digitalizim, kërkon organizim të sofistikuar dhe patjetër kërkon edhe mbështetje. Sipas Ramës, një tjetër hapi i qeverisë do të jetë rritja e mbështetjes financiare ndaj fermerëve. Për çdo euro të eksportuar, ne importonim 9 euro në ushqim. Ndërkohë që sot produktet tona shkojnë në 18 vendet botës dhe eksportet kanë kaluar gjysmë miliard euro, e në ndërkohë deficiti nga 1,9 është ulur në 1,3 dhe përpjekja jonë do të jetë që të shkojmë drejt 1,2-shit. Qeveria ka ngritur dhe portalin Euro Agro Albania, i cili do të shërbejë si udhërrëfyes për fermerët dhe operatorët e sektorit në çdo hap të procesit të negociatave dhe të rrugës drejt antarësimit në BE. Me rishikimin e buxhetit për herë të katërt, qeveria ka vendosur të shpërblejë në masën e 15.000 lekëve afro 148.000 persona me aftësi ndryshe. Ndërkohë, paratë e pashpenzuara kanë kaluar për reformën e pensioneve. Nga rishikimi i fundit i buxhetit përfitojnë edhe fermerët. Personat me aftësi të kufizuar dhe familjet që përfitojnë ndihmë ekonomike do të marrin shpërblim këtë fundvit. Vendimi është miratuar në Këshillin e Ministrave dhe bonusi për ta do të jetë në masën e 15.000 lekëve. Në total nga kjo nisëm do të përfitojnë rreth 148.500 qytetarë me një fond total prej rreth 2.2 miliard lekësh. Qeveria ka vendosur po ashtu që 150 milion euro të pashpenzuara nga institucionet të përdoren për reformën e pensioneve. Është vendosur që për të gjitha ato fonde të cilat nuk do të shpenzohen nga ministrit apo nga institucionet buxhetore, do të kalojnë në fondin e veçantë të pensioneve pranë Bankës së Shqipërisë. Nga një vlerësim paraprak që ka bërë Ministria e Financave, vlerësohet se shuma e cila minimalisht do të kalojnë në këto llogari do të jetë në masën 150 milion euro. Kjo shumë do të përdoret për reformën e pensioneve të cilën kjo qeveri tashmë e ka nisur. Ndryshimi i buxhetit për herë të katërt këtë vit parashikon shtesë fondesh edhe për sektorin e bujqësisë për të mbështetur fermerët që të dalin nga kriza. Fermerët do të përfitojnë një shumë prej rreth 2 miliard lekë shtesë nëpërmjet skemave mbështetëse. Në total, fondi i alokuar për vitin 2025, ku fermerët kanë përfituar drejt për drejt nëpërmjet këtyre skemave mbështetëse, shkon në masën 6.4 miliard lekë, krahasuar me 5.3 miliard lekë që ishte në vitin 2024. Shëndetësia është një tjetër sektor që do të mbështetet nëpërmjet aktit normativ me 18 milion euro shtesë, që do të shkojnë për ilaçe në spitale, edhe pushteti vendor do të mbështetet me rreth 1.2 miliard lekë shtesë, para që do të përdoren për të shlyer detyrimet e vjetra të prapambetura. Disa policë bashkiak në Vlorë u sulmuan fizikisht, teksa shkuan të hiqnin tendën pa leje të një kolegu të tyre. Në konflikt u përfshin edhe efektiv të rrugores, ndërsa 2 prej tyre përfunduan me lëndime në spital. Këto janë pamjet nga një konflikt masiv i disa policëve bashkiak dhe atyre rrugor në Vlorë me ditën e kësaj të hënë, teksa po kryenin një nga aksionet e radhës për lirimin e hapësirave publike. Ngjarja ka ndodhur në hyrje të qytetit të Vlorës në rreth rrotullimin e Nartës, ku fillimisht efektivët e policisë bashkiake janë përplasur me pronarin e një tende. Edhe ky i fundit policë bashkiak i shoqëruar nga babai dhe vëllai i vet. Por në afërsi të vendngjarjes kanë qenë duke kryer shërbimin edhe 2 punonjës të qarkullimit rrugor, të cilët sapo kanë parë situatën kanë ndërhyrë për të parandaluar përshkallëzimin e konfliktit. Gjatë ndërhyrjes një nga efektivët e policisë është goditur me grushte nga të 3 personat, duke qenë i detyruar të nxjerrë armën e shërbimit dhe të qellojë më pas në ajër për të shpërndar personat. Pas ngjarjes janë njoftuar menjëherë forcat shqiponja, të cilat kanë shoqëruar personat e përfshirë në konflikt. Si pasojë e dëmtimeve fizike të shkaktuara nga goditjet e të 3 personave, 2 punonjësit e policisë janë dërguar në Spitalin Rajonal të Vlorës, ku ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.